Jemi këtu nga Bonita. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Kosovë. Jo, jena të Kosovës. Apo këta ku kanë të Kosovës, shumë mirë, se pak kesh në siklet. Qyshe e ki emrin, prezentoni? Unë jam Bora. Unë jam Ende. Bora edhe Ende, a na tregoni pak për Bonitën. Unë e përmenda pak më herët që është Bonita Classic dhe Bonita Luxury, po na tregoni pak më në detaje, duke fillu prej klasikut, a? Atëherë, Bonita Construction është një kompani e ndërtimit, të sa aktualisht po zhvillon shumë projekte në zonën e Durrësit edhe kryesisht në Golem dhe në Qerat. Apartamentet tona janë shumë të përshtatshme për banem, për investim, edhe për nëse doni vetëm me kalu pushime, edhe gjatë muajit gushtit kemi shumë oferta speciale edhe mundësi shumë të mira për blerje. Pra, projektet tona janë të ndryshme. Për shembull në zonën e Golemit kemi dy projekte kryesore, si për shembull Bonita Luxury, që ka apartamente moderne edhe është e përshtatshme pasi ka një lokacion pranë detit. Projekti tjetër është kompleksi Vjena, që është një kompleks modern, është i përshtatshëm për gjithë pasi ka tipare të ndryshme, edhe është formë e mirë e investimit. Tepër nice. Për të gjithë ju, shikues të dashur që jeni duke na ndjek nga kanalet YouTube në Kanal 10, siguroni që e keni bo subscribe, edhe po du me ju bo një pyetje. Sa pishina të jashtme ka Bonita Classic? Mos u përgjigjni ju, a? Ata që e gjejmë përgjigjen tani, deri në orën, e kam Albanin këtu, deri në ora, sa pelojmë, deri në ora 21? Deri në 21, keni mundësin me marrë shpërblimin një vosher në vlerë 50 euro për Bonita Luxury, por mos ta anashkalojmë edhe Bonita Classica, por pyetja është shumë e fare e thjeshtë, edhe përgjigjen besoj keni me qëllu shumë letë, tek e fundit është shumë solide loja. Sa pishina të jashtme ka Bonita? Edhe hajdeni merrni me njëherë vosherin, 50 euro nuk janë pak. Janë fantazi. Kështu që për krejt juve që jeni duke na shiku, ekipa është duke i këshyr komentet live në YouTube, në Kanal 10, edhe në momentin që e qëlloni përgjigjen, hajdeni këto Bora edhe Ende, apo? Kanë me ja u dhanë këto vushera, numër caktum nuk pëllojmë, 10 veta, kështu që na e kena zemrën e madhe, hajdeni edhe bile mundini me